Organizimi I përgjithshëm ka qenë mjaft I mirë. Është një punë e jashtëzakonshme prej organizatorëve, e cila duhet çmuar dhe respektuar. Ka qenë një kongres I jashtëzakonshëm në sensin që ka pasur, me sa di unë, mbi 200 prezantime dhe ka pasur mbi 75 ligjërues që kanë ardhur nga vendet e ndryshme. Përfitimi është I gjithanshëm. Hera e parë, do me thënë, pjesa më e rëndësishme është që sillën njohuritë më të fundit që aplikohen gjithkund nëpër vendet moderne. E dyta është që ka mundësi debati, ka mundësi pyetjesh, ka mundësi shkëmbimi eksperjencash. Dhe treta, ajo që është më e rëndësishme, është njoftimi I profesionistëve që punojnë jashtë dhe që punojnë brenda. Prezantimi im ishte, për cilën kam punuar natyrisht mjaft, është të sjell disa pika në cilat ne mund vendosim ura bashkëpunimin ndërmjet diasporës medikale shqiptare që është gjithandej nëpër botë. Nuk duhet haruar që ne kemi ekspert që kanë mbrim majat e shkencës, kanë mbrim majat e kirurgjisë, majat e anesteziologjisë, dhe ata janë ura më e mirë e mundshme për një bashkëpunim të mirëfill ndërmjet institucioneve rajonale, lokale dhe institucioneve ndërkombëtare.